Janë të shumtë ish futbollistët e Vllaznisë nga vitet 80 të shekullit të kaluar. Një brez i art me emra të njohur si Astrit Hafizi, Viktor Plumbini, Fatmir Axhani, Fatmir Paqrami, Fatmir Lugji, Said Çanga, Rauf Çanga, Ser Gruda, Zydi Basha, Ferit Borshi, Ahmet Meta, Kujtim Shaba e të tjerë që janë bashkuar për të kujtuar 44 vjetorin e ndarjes nga jeta të Suad Duraj, një emër i paharruar në historinë e futbollit shkodran. Me 10 tetor të vitit 1981, teksa stërvitej me shokët e ekipit, Duraj bie pa ndjenjë në fushë dhe brenda pak qastesh i pushon zemra. Një nga 3 motrat e tij, Sadete Dragani, e kujton atë ditë tragjike. Ditën e 13 vjetorit. Prisë që marrë në stadiumin e mes të shkëndën, se kisha dhe i kënju, që nusen në 3 motra, sepse dhe i kishë i përvjetor plata, i përvjetor zbesit, edhe i kënë futbolista dhe në smajdi. Aktiviteti përkujtimor organizua nga shoqata tifozëve të Vllaznisë për jetë kuqeblu në shenjë nderimi për Suad Durrën, motrës së tij u dorëzua fanella me numrin 3, që ai mbante në fushë, si dhe një certifikat mirënjohje me këtë motivacion. Certifikat mirënjohje të ndjerit Suad Durrën, ish futbollist i Vllaznisë Shkodër. Motivacioni me nderim dhe kujtim të përjetshëm për kontributin e çmuar në fushën e sportit, për pasionin dhe për kushtimin e treguar me panelen kuqeblu. Shoqata sportive tifozëve të zjarrt të Vllaznisë me këtë certifikat mirënjohje si shej respekti dhe falënderimi për gjithçka që ai ka dhënë në shërbim të klubit dhe të komunitetit ton sportiv. Emri Suad Durrën do të mbetet gjithmonë pjesë e historisë lavdishme të Vllaznisë dhe në zemrat e tifozëve që e deshën dhe e vlerësuan. Fali se më qërë ka e shumë të baja. S'ka gjë. Po, ka dhe një knatësi me pa tifozat e Vllaznisë. Unë nuk po i thëmë veteran, po ish futbolistët edhe shokët e vllajtem që më kanë nëru edhe me këtë certifikat, aq po tepër edhe me këtë fanel që në do të kena kujtim dhe inshallah më të shikojnë nipat e mi rrugën e vajzëve. Këto momente emocionale u shoqëruan me kujtime dhe mbresa nga ish futbollist dhe tifoz të Vllaznisë ku veçohen. Vetëm unë jam që vi nga Tirana edhe thash do të shkoj se s'ban. Pse? Pse do të shkoj? Se këto është ideja, mund të vish edhe pse? Pse kërkon me ardhë? Është me ardhë se është një pjesë e jetës teme. Edhe nëse unë e mohoj këtë pjesë e jetës teme, kam mohu edhe atë çfarë unë kam paraqit në futbollin shkodran. Është me të vërtetë një diçka të cilën ju po organizoni edhe ne po na veni pak edhe në momentin më delikat që ne do të kujtojmë edhe do të kemi ndoshta takime më të shpeshta me njerëz të cilën i kanë dhënë këtij futbollit të Shkodrës. Është futbollisti që ka marrë shumë trofe të Vllaznia, edhe kërkush s'e ka përmendur. Këto kena trofeto. Unë jam më i keq që kam 4 trofe, ka pas 6. I vetëm që ka luajtur të Vllaznia s'ka shku kërkon përveç Vllaznisë. Të pranishmit veçanërisht ish futbollistët theksuan nevojën që klubi futbollit Vllaznia dhe Bashkia Shkodër të hartojë një program të posaçëm për të kujtuar dhe nderuar sportistët që kanë kontribuar ndër dekada si një vlerë krenarie dhe frymëzim për brezat e rinj.